Trump frenon Netanyahu. Izraeli ishte gati për një sulm të madh ndaj Tehranit. Izraeli po përgatitej të niste një sulm të rëndësishëm ndaj Tehranit të hënën, por ndërhyrja e presidentit amerikan bëri që plani të pezulluaj, sipas burimeve izraelite dhe amerikane të njohura me zhvillimet. Raportohet se Trump zhvilloi 2 biseda telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu brenda pak orësh, duke I kërkuar atij të shmangte sulme të reja hakmarrëse kundër Iranit dhe të mos lejonte përshkallëzimin e konfliktit. Gjatë telefonatës së parë, Netanyahu kishte insistuar se Izraeli duhet t'i përgjigjej sulme me raketat lëshuara nga Irani. Megjithatë, presidenti amerikan kërkoi që reagimi të ishte I kufizuar për të mos rrezikuar përpjekje diplomatike që po zhvillohen. Pas kontakte mes dy liderëve, Izraeli njoftoi se do të ndalte përkohësisht sulme ndaj Iranit, edhe pse më herët kishte goditur disa objektiva, duke përfshirë një strukturë të rëndësishme petrokimike. Sipas burimeve, Trump theksoi në biseda se negociatat për një marrëveshje me Iranin ndodhen në fazën përfundimtare dhe se rikthimi në konflikt të hapur ushtarak mund të minonte mundësinë e një zgjidhje diplomatike.